Babai më tha një ditë, tha, unë tha me miqtë e mi, me shokët e mi, tha, morëm tha lopatat, tha shkuam në minjera, nxorëm mineral, e quam në fusharës të bakre, pastruam, tha, e quam në Rubik, e bëm ari këtej, bakra ndej, e quam në Shkodër, bëm tela, tha, dhe këto telat, tha, kanë sillat të dritën që shohim ne gjithë, tha, këtu, tha. Nuk di sa që ato sistemet e elektrifikimit akoma, tha, të jenë ndryshuar, tha, 35 vjet. Kjo tha është historia jon, tha. Kaq në ditën bënim me kazë, me lopat, prodhuam, bëm këtë gjë dhe kjo është historia jon, tha, unë tha kam 35 vjet që pres historinë tuaj. Shumë e bukur. Do presi edhe pak. Kështu që çdo brez ka historinë e vet. Edhe ju keni historinë tuaj. Edhe keni edhe me baballarët tuaj dhe me gjyshrit tuaj për të bërë diçka ndryshe nga atë çfarë prindrit kanë bërë, çfarë gjyshrit kanë bërë, çfarë brezat kanë bërë, në mënyrë që ju nesër dhe ne fillojmë Shqipëri më të mirë fëmijëve tanë. Në vërtet.